Dhjetra familje në Vlorë të vetme në mënyrë jetese prej vitesh të tëra e kanë gjetur tek deti dhe peshkimi. Mbi 20 barka të vogla dalin në det çdo ditë për të siguruar të ardhurat për familjen, të cilat sigurohen me aq mund pasi shpenzimet e këtyre peshkatarëve janë tepër të mëdha. Sipas tyre, karburanti që harxhohet shkon deri në 5 litra në ditë, pa llogaritur asortimentet e tjera si rjeta, grepa dhe pa përmendur më kryesore në lodhen fizike. Dalin çdo ditë, dalin darkë në mëngjes i mbledhin rrjetot. Varet si mbas prodhimit, ka peshk, herë ka. Edhe ja vlen, ja s'e vlen, duhet të harxhosh shumë mall konsumi, rjetat konsumohen. Se unë tani s'dal se s'kam rjeta. Po si ja vlen, po s'ke ku vete. Unë për shembull kam punuar 20 vjet në ndërmjet shtetit, tani s'kam ku vete. Puna këtu në det është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë se e para nuk ka peshk kryesorja. E dyta pastaj të gjitha materialet që u vijnë për të punuar peshkatarit, si janë materialet mira një, edhe e dyta kryesorja është se janë shumë të shtrenjta. Materialet janë shumë të shtrenjta, këtu në vend s'ka vinë nga jashtë të gjitha. Shtrenjtë është benzoli që punojnë pothuajse për gjëra shumë të vogla, për 10-15 lekë nuk ja vlen të punosh. Jo, s'ja vlen, po s'ke ç'a bën. Nga papunësia që është, s'kemi me ç'a të merre. Taksat e shtetit, tatimet, rjetat që na duhet për punë, kratë tonë. Peshkimi në Vlorë vitet e fundit është rënuar në maksimum për shkak se në det dilet vetëm me karburantin e tregut dhe këta peshkatarë për vitet të tëra nuk janë subvencionuar. Vlora ka qenë një nga furnizuesit kryesor të jugut me prodhim me deti dhe ka më se 23 vjet që sektori i peshkimit thuajse është inekzistent për një territor ku Shqipëria në gjysmën e saj laget nga deti.